Mbi 300 ekspertë ndërkombëtar kërkojnë veprim urgjent të OKB-s për të ndaluar ekzekutimet në Iran. 18 maj 2026. Më shumë se 300 ekspertë juridik ndërkombëtar, mbrojtës të drejtave të njerëzit dhe laureat të çmimit Nobel, kanë dërguar një letër të hapur drejtuar sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Antonio Guterres, duke paralajmëruar për atë që ata e përshkruajnë si një model në rritje ekzekutimesh dhe krimesh të mundshme kundër njerëzimit në Iran. Në letrën e tyre, ata shkruajnë: shprehim shqetësim të thellë për përdorimin gjithnjë më të shpejtë të dënimit me vdekje në Iran si një instrument i represionit politik. Duke ju referuar zhvillimeve që nga 28 shkurti 2026, ata thanë: autoritetet iraniane kanë shfrytzuar paqëndrueshmërinë e rritur për të intensifikuar një fushat të koordinuar arrestimesh masive, torturash dhe vrasjesh të sanksionuara nga shteti, ndërsa njëkohësisht kanë prerë aksisin e internet për popullsinë e përgjithshme. Firmëtarët paralajmëruan: shkalla e ekzekutimeve ka arritur nivele që nuk janë parë prej gati 4 dekadash. Ata shtuan se që nga 19 marsi 2026, 10 persona janë ekzekutuar në mënyrë arbitrare, shpesh pas procedurave që nuk plotësojnë standardet minimale të procesit të rregullt ligjor. Duke ju referuar të burgosurve politik, letra thot: të paktën 8 të burgosur politik janë ekzekutuar vetëm për shkak të lidhjes së tyre me Organizata Popullore e Mujahedineve të Iranit, ndërsa të paktën 11 të tjerë aktualisht përballen me ekzekutim për arsye të njashme. Ekspertët cituan gjithashtu gjetjet e misionit ndërkombëtar të pavarur të fact-finding për Iranin, duke vënë në dukje se më shumë se 50.000 protestues janë arrestuar. Në këtë drejtim, ata shkruan se prokurori i përgjithshëm deklaroi se të gjithë protestuesit kishin kryer moharebe, një krim që dënohet me vdekje, ndërsa kriu i gjyqësorit udhëzoi gjyqtarët që të mos tregojnë mëshirë në rastet e lidhura me protestat. Letra e lidh ekzekutimet aktuale me krimet historike, duke thënë: kjo valë ekzekutimesh nuk mund të ndahet nga kultura e gjatë e pandëshkueshmërisë në Iran, që rrënjët i kanë në masakrën e vitit 1988. Ata vunë në dukje gjithashtu se raportuesi i posaçëm i OKB-s për Iranin arriti në përfundimin në vitin 2024 se këto krime përbëjnë krime të vazhdueshme kundër njerëzimit dhe gjenocid. Firmëtarët deklaruan: ne shprehim solidaritetin ton me fushatën jo ekzekutimeve në burgjet e Iranit dhe me fushatën jo sundimit të gjelatëve, por Republikës Demokratike në Iran. Letra përfundon me një apel drejtuar Kombeve të Bashkuara. Heshtja përballë këtyre krimeve vetëm sa e forcon pandëshkueshmërinë. Ne shohim të udhëheqja juaj që të sigurojë që Kombet e Bashkuara të veprojnë me vendosmëri për të parandaluar humbjen e mëtejshme të jetëve. No to Executions campaign in Iran's prisons, and with the No to Rule of Executioners, Yes to a Democratic Republic in Iran campaign.